Prokuroria duhet më njëherë të ndërpres lidhjen transaksionare me qeverinë, kështu deklarojnë nga partia opozitare shqiptare BDI. Sipas tyre, në vend që hetimi për Koçanin të zhvillohet me standarde të drejtësisë, prokuroria, thon ata, po e orienton atë drejt populizmit dhe shpëtimit të qeverisë. Ata shtojnë se ky rast po shndrohet në një shembull të veçantë të improvizimit ligjor, i udhëhequr siç thon, jo nga parimet e drejtësisë, por nga etja për duatrokitje. Kjo nuk buron nga shkenca e së drejtës, por nga një marrëveshje politike me pushtetin ekzekutiv. Shndrimi i një tragjedie në mjet për përfitim personal apo promovim institucional është një devijim i rrezikshëm që mund të sjellë pasoja të mëdha. Prandaj e përsërisim edhe njëherë apelin ton. Prokuroria duhet më njëherë ta ndërpres lidhjen transaksionare me qeverinë. E drejta nuk praktikohet sipas porosisë. Karrierat e politikanëve dhe prokurorëve nuk mund të ndërtohen mbi tragjeditë e të tjerave. Sipas BDI-s, në konferencën e fundit për media, prokurori publik u mbështet në shembuj ndërkombëtar nga Rumania, Brazili dhe Shtetet e Bashkuara për të justifikuar, siç thon, vendimin e tij për të zbatuar një koncept të zgjatur të përgjegjësisë dhe për të ngritur akuza ndaj personave që nuk kanë pasur asnjë lidhje me tragjedinë gjatë 15 viteve të fundit. Nga opozitaria theksojnë se e drejta nuk praktikohet sipas porosisë, ndërsa potencojnë se karrierat e politikanëve dhe prokurorëve nuk mund të ndërtohen mbi tragjeditë e të tjerëve.